Ngoja që ta për me pa që shën kanë musliman të parë, një pejgamberit radiallahu anhu, djalit Selim, ka njani prej alimave për djetarve të muslimanve, u shku udhëheci muslimanve Hisham u kanë këtë ku ose u kanë khalife, ose u kanë njani që ka më u ba khalife, pozit veçant ka pas kë Hisham, edhe u shku e ka zatet këtë Selim, këtë një pejgamberit e ka zatet në xhami, e ju ka afru, ka thënë, pyetëm çka dush, po du me të një mu diçka çka të moj. E kë Selim, kë musliman i mirë, i ka thënë, po më vjen marrë se jam në xhami e me lut dikon tjetër përveç Allahut. I thënë një mam dikujna tjetër përveç Allahut në xhami. Çfarë pozite ka pas xhamia të musliman të parë. E ky udhëheci muslimanëve u dal jashtë e ka prit desa ka dal. E kur ka dal i ka thënë, tash se dhe mu mushtove pare në xhamia tash i në dal jashtë xhamis, tash lip çka dush, ku më mënu me të një mu. E i ka thonë kë muslimani, thët, a me të vetë për çështjet dënjas, a për çështjet të ahiretit, të botës tjetër. Ka thonë kë, jo, për dënjas, e për në heret s'më me një mu kur gja. Të një ka thonë kë muslimani, ka thonë, për dënja, nuk e kon vetë ata që e ka dënja në pështet, e për të ves ty. Për në heret së në më një manë është të kësha. Për dënja, as Allahun azugjel që e ka ndorë çështjen e dënjas nuk e kom lutë. E për të lypit ty në atë kuptimin, Allah që blevët ama nuk kam nevoj. Këta im kanë musliman të parë. Këta im kanë imamat që e thëmë njerëzve gjithmonë. Më pasu këta imama dhe më mësu e më ndjek për njerëzve. Lusëm Allahun azugjel më në bo për muslimanët mirë.